Drejtor, çush është mbarvajtja e procesit votimi deri me tani? Mbarvajtja e procesit votimi deri me tani është shumë e mirë. Ka pas fluks më të madh qytetarë pas orës 11 deri me tani ka pas një numër më i madh i votuesve që ka dalë votu, tu krahasu me zgjedhjet e fundit që kena pas detor. Tash ora po shënon ora 5 mbasdite. Sa është numri i atyre që kanë dalë me votu? Deri në ora 5 tani mora shënimet për klasëve që kanë votu, personat që kanë votu deri tash është 3122 votues. 3122. Në krahasim me zgjedhjet e kaluara? Krahasim me zgjedhjet e kaluara po del se është dikon diferenca rreth 625 votues më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara në njëjtën kohë. A ka pas ndonjë incident që vlen të theksohet? Jo, incidente s'ka pas mosmarrveshje, sidomos te asistimi, për shkak se për prind, për babën ose nënën nuk e kanë lënë me asistu për shkak se ju ka kërkuar letra e mjekut edhe nuk kanë pas letra të mjekut edhe ka pas keq kuptime, më shumë se jo diçka që ja vlen më vocej kështu.